Kuksi festoi 95 vjetorin e krijimit me Verlindor që morën jetë më 4 mars 1930. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duco, ka uruar skuadrën e Kuksit për 95 vjetorin e krijimit. Në rrjetet sociale ka postuar një Insta Story, një foto me logon e skuadrës së Kuksit dhe me mbishkrimin gëzuar 95 vjetorin e krijimit. Ekipi i Verlindor postoi një mesazh në faqen e tyre zyrtare 95 vjetorin e themelimit duke uruar, gëzuar ditëlindjen klubi i zemrës, gëzuar ditëlindjen Kuksi. Gjithçka nisi me 4 mars të vitit 1930, ku fillimisht u krijuar në Kukës Shoqëria Sportive Kosova dhe ndër vite ndryshimet ishin të shumta në infrastrukturë, emër, logo e histori. Kulmin e suksesit Kuksi e kishte në dekadën e fundit, ku ka arritur të fitojë 2 kupa republike, 2 superkupa dhe një titull kampion. Kujtojmë se skuadra e Kuksit ndodhet në kategorinë e parë dhe mban vendin e 10 në renditje, ku ka ngrumbulluar 21 pikë. Rezultatet e skuadrës kuksiane nuk kanë qenë shumë të kënaqshme pasi janë në ethet për të shpëtuar play-outit. Objektivi vetëm për kuksianët mbetet mbijetesa deri në fund të sezonit. Ndërkohë, edhe presidenti i Kukës Televizion dhe ish president i Futbol Klub Kuksit, Lutfi Meçka, në emër të televizionit të Kuksit ka uruar ditëlindjen e Futbol Klub Kuksit, duke uruar, gëzuar dhe shumë suksese.